Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arber Ajdari zbulon emrin e banores që ka telefonuar pas spektaklit. Në një intervistë të parë pas mbarimit të Bigut, Arber Ajdari ka qenë në një intervistë dhe ka treguar shumë detaje rreth marrëdhënieve të ndërtuara në këtë edicion dhe miqësive të fituara. Mes batutash, Arbri ka treguar se fill mbas mbarimit ka telefonuar Gerta Gixharin dhe ka lënë të dalin së bashku me grupin e banorëve. Ai pohoi se gëzon një raport shumë të mirë me të gjithë ish-banorët që prej edicionit të parë të tij. I ngacmuar nga Bjeta se cilën prej opinionistëve që kanë ndarë studion do të zgjidhte në 4 edicione, Arbri veçoi Jacqueline Lekatarin dhe Neida Ballukun. Mëtej, Arbri pranoi se në këtë edicion patjetër ka fituar edhe miqësi, sidomos ajo me drejtuesin e spektaklit Ledion Liço dhe producenten Sara Hoxha. Sara profesioniste, për mendimin tim më e mira në këto troje. Topi ka treguar se është njëshi i spektaklit, ka treguar që meriton t'i heqësh kapelen. Ka përfunduar Arbri fjalinë.